Në astrologjin perëndimore, eklipsi paraqitet më shpesh si hëna që kalon përpara diellit, duke krijuar diskun e errët dhe koronën e shndritshme të diellit përreth. Mirëpo, kjo është gabim. Pra, astrologjia perëndimore madje thotë që eklipsi ndodh në shenjën e Luanit. Dhe interpretimet absolutisht, rrjedhimisht janë të gabuara. Tani astrologjia perëndimore nuk i thot pra gjërat e sakta sepse nuk bazohet në qiell, por bazohet në stinën dhe gjërat që ndodhin në tokë, jo në qiell. Në astrologjin vedike duhet kemi parasysh ajo që ndodh vërtet është eklipsi diellori plot, që është në 12 gusht dhe do të ndodhi nga ora 7 deri 9 afërsisht me orën Shqipërisë, me qënë se nuk jemi në astrologjin perëndimore dhe NASA dhe këto gjërat falso, por në astrologjin vedike, si që shikojmë, dielli do të mbulohet pra nga planeti ose graha që quhet planeti Ketu. Dhe Ketu do të prambulojë, si thuash, diellin dhe kjo quhet eklipsi. Një planet hije, i cili nuk duket për ndryshe vetë se kur është eklipsit. Pra eklipsi ndodh kur hëna ose dielli mbulohet nga dy planetet hije që është Rahu dhe Ketu. Ketu do të mbulojë diellin dhe gjithë kjo ngjarje, si thua, gjithë eklipsit do të ndodh pra aty ku është dielli dhe dielli është në shenjën e Gafores. Është në shenjën e Gafores, interpretimet janë të ndryshme. Gaforia preket më shumë, nuk është në Luan, kemi në Gafore. Gaforia dhe nakshatra që do të ndodhi është Ashlesha, pra transformime, simbolik gjarë për dalje sekreteve. Është krejtësisht interpretim ndryshe dhe njerëzit pra nuk mashtrohen nga astrologjia vedike, sepse astrologjia vedike tregon të vërtetën.